Ishte një koqiri samitit të procesit të bashkëpunimit në Evropën Juglindore, ku lider dhe përfaqësues të vendeve të rajonit diskutuan për bashkëpunimin rajonal, sigurin, integrimin evropian dhe sfidat e përbashkëta me të cilat përballet rajoni. Kosova në këtë samit u përfaqësua nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, e cila në adresimin e saj vuri theksin tek perspektiva evropiane e Kosovës dhe nevoja që procesi i zgjerimit të bashkimit evropian të mbetet i bazuar në meritë dhe rezultate konkrete. Para liderëve të mbledhur të rajonit këtu në Sofje të Bullgarisë, ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ritheksoi angazhimin dhe kërkesën e Kosovës për të hapur negociatat me Bashkimin Evropian dhe për të marrë statusin e vendit kandidat. Ajo tha se Kosova është e gatshme për këtë proces. Haxhiu gjithashtu ritheksoi përkushtimin e Kosovës për bashkëpunim rajonal, integrim ekonomik dhe zbatimin e marrëveshjeve që kontribuojnë në stabilitetin dhe zhvillimin e Ballkanit Perëndimor. Samiti u përmbyll me konkluzionin se stabiliteti, bashkëpunimi rajonal, lidhshmëria infrastrukturore dhe investimit tek të rinjt mbeten shtyllat kryesore për të ardhmen e Evropës Juglindore. Për këtë foli edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj në konferencë për media. Ky samit vazhduan të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim, bashkon vende me perspektiva të ndryshme, por me një interes përbashkët, për të ndërtuar një rajon më të qëndrueshëm dhe më të ndërlidhur. Procesi i bashkëpunimit në Evropën Juglindore, i themeluar në vitin 1996, konsiderohet si forum i lartë politik i vendeve të rajonit dhe synon forcimin e stabilitetit, marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe integrimit evropian të këtij rajoni.